E pabesueshme, ja çfarë ndodh nëse pini 8 muaj rresht lëng karrote. Gruaja e cila kishte pirë për 8 muaj rresht lëng karrote ndjeu disa efekte të papara. Ana Cameron, e cila ka shkruar shumë libra për fëmijë, e lindur në vitin 1943, ajo u diagnostifikua me problem të zorës së trashë. Kur e zbuloi se ishte në fazën akute, ajo mundua të bëjë ndryshime në jetën e saj. Për fat të mirë, në nëntor të vitit 2012, ajo tregoi se ndryshoi dietën dhe pati rezultate mjaft të mira me përfshirjen e karrotës në dietën e saj. Karrota është një produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj. Sigurisht, edhe lëngu i saj do të jetë një element plus për dietën e përgjithshme. Karrota është e mirë kundër komplikacioneve të radikaleve të lira duke i mbajtur ato larg. Ajo është e mirë për sistemin kardiovaskular, citonelthi i saj, pasi ajo përmban antioksidant që së bashku me elementet ushqyes ofrojnë mbrojtje për shëndetin e zemrës. Karrota është e mirë për syt dhe shëndetin dentar.